Rrjeti më i fundit i ujësjellësit për furnizimin me ujë të pijshëm në fshatin Shtoj Vjetër, njësia administrative Rethina është instaluar një vit më parë, por ende nuk është vënë në funksion. Pamjet e filmuara tregojnë qartë zgjatimet e tubacioneve në të dy anët e rrugës. Banorët e këtij fshati e quajnë këtë rrjet rrjeti i fundit, pasi kujtojnë se edhe më parë është instaluar disa herë rrjet ujësjellësi. Por që nga viti 1992, kur u shkëputën nga furnizimi ujësjellësi të rrjollit, ata nuk kanë pasur më furnizim të rregullt me ujë të pijshëm, por janë detyruar të përdorin puse ose ta blejnë ujin. Ka 15 vjet që kanë pru tubat kryesor. Janë groposën atë. Prish rrugë e merr që rrugë. Tash një vit kanë pru tubat, që ku i ke tash, isha edhe këto tash, që ku i ka. E ju kam thënë që s'vjen, që prapë kanë prish, që si e kanë prish vendin. E shemë në anë uj nuk kena uj pusash, kena qilë vetë, nuk e përdorim, unë shkaj të xhamia rrjollit e mushi uj. Pa tjetër që blejmë uj, as diskutohet. Unë thash, o shkaj e marrë atje o blejmë, nuk e pinë kush ujin e pusit, jo se me atë ujin arrit, e s'kena pas asi gjatë keqe, me thonë drejten. Tu baterijet tani janë instalu, janë harxhu me miliona lek, e nësë pim uj. Pim uj pusash, se shumica pinë pusash, ta kesh dhe këtë sigurt. Tu ju harxhu gjithaja a i lek, se mas ishte hedha i lek në tokë, a leku jonë, nuk po kërkojmë gjë, se është investim, i madh bile. Sot s'ka uj. Lojmë rrugën çdo ditë, harxojmë lek, me mundu me majtë fije pasërtije me ka qa mundësia shtojit. Se kanë më lidhin, ma gjatë zina gjatë. Shikja vetë pa uj tash, gjithmonë pa uj dhe vonë. Po t'i pra në kohë të gjagjit, po, me demokracia. Veç me puse. Se kanë lidhë. Se kush me lidhë, kur me lidhë, e dine ata tjertë. 1300 familje janë. Ka dhe shtëpia Boshi që kanë armëru, po kanë 1, 2, çdo familje ka. Çdo shtëpi ka që jetojnë. Pa ujë. Pa ujë, kanë ba puset. Nuk ke shtëpi që s'ka ba shpimin. Nëse do të kthehemi pas në histori për të kuptuar pse kjo zonë ka 33 vite që vuan nga mungesa e theksuar e ujit të pijshëm, do të duhej të ndaleshim gjatë në këtë pikë. Problemi shtrohet qartë. Është bërë investimi më i fundit para një viti, rrjeti i tubacioneve është shtrirë, ndërkohë që edhe sot ujësjellësi nuk është ende në funksion në këtë fshat me mbi 300 familje. Ndërmarrja e ujësjellës kanalizimeve Shkodër ka detyrimin të ndërhyjë në këtë rast dhe të shpjegojë pse është lejuar kjo zvarritje. Mbi të gjitha të vihet në funksion ujësjellësi.